I lumi Serafin John Koda, martir. Më 11 maj, kisha veçanti kisha katolike shqiptare e përkujton të lumin Serafin John Koda. U lind me 25 prill 1893 në Janjev të Kosovës. Ishte biri i Gasperit dhe i Antonetës Radiç. Gjoni ke eduku që në fëmijëri me besim në Zot, me përkushtim ndaj dheut. Kështu, falë dhe dëshirës së madhe të prindërve të tij, u bë meshtar. E pikërisht në vitin 1908, përplotësoi thirrjen që kishte marrë prej Zotit dhe çoi në vend amanetin e prindërve dhe dëshirën e zemrës së tij. Përcaktohet për t'i shërbyer Zotit si prif katolik dhe shkoi dhe hyri në rendin franceskan në Shkodër. Studimet e larta i mbaroi në Austri. Sipas traditës së fretërve, mori emrin Serafin. Pasi përfundoi studimet teologjike, shugurohet përmeshtar në 30 qershor 1915. Shërbeu si famullitar në fshatrat Dushman, Rai, Mërtur, Biz, Shal, Prekal, Bushkash dhe në Vukël, në Alpët shqiptare dhe në fund në Lezhë. Po ashtu shërbeu si mësues dhe defintor, si dhe eknom provincial. Ai ka bashkëpunuar si misionar me vëllezërit e tij franceskan, duke përfshirë Padër Cyril Cani, Padër Rok Gurashi, Padër Robert Ashta dhe Padër Mhill Miraj. U arrestua dhe u burgos në Lezhë më 13 tetor 1946 në kuvendin e kthyer në burg për shkak të besimit të tij katolik. Ai vdiq si rezultat të torturës, pa gjyq dhe pa dënim, në Lezhë më 11 maj 1947. Trupi i tij po shon në kishën e fretërve minor të Lezhës. Pas përshkatimit të i peshqit Luiq Bumçi, i vitit 1945, i peshqvia Lezhës ishte pa i peshkëv, dhe Patër Serafin Koda u përpoq për të siguruar kujdesin mbaritor, së bashku me famulitarin Don Ndrelufin. Gjatë vitit 1947, Patër Serafin John Koda u arrestua dhe u torturua rënd, sidomos kur ai nuk pranoi të dëshmoj kundër vëllezërve të tij. Ashtu edhe mishin ja kishin shqyer nga trupi i tij nën torturë. Siç pohoni peshqvi Fran Nilia, nga torturat ishin hapur venat e qafës, dhe infermierja Marie Ndoja nuk mundi t'i ndihmoj. Kurse Marie Ndoja dinte vendolljen e varrit të tij pranë administratës lokale të Lezhës. Gjatë vitit 1995 u hap varri i tij. Pjesët e veshjes franceskane dhe kapucet e tij janë ruajtur pa u prish, kurse eshtrat e tij janë varrosur përsëri në kishën franceskane në Lezhë. Për të lumtur e shpalli Papa Francesco, së bashku me 37 martirë shqiptar, me 5 nëntor 2016 në Shkodër. Shpalljen e bëri në emër të Papës Kardinali Angelo Amati. Festa liturgjike përkujtohet së bashku me 37 martirët shqiptar në 5 nëntor.